mrekullueshme për gjitha vajzat e ku ka më mirë se ta nisim bashkë me jogën. Hajde forca tani, shkoj pak, po fiks, sot ngrihemi në këmbë dhe e fillojmë nga këtu. Hajde. Drita, mirëmëngjes nëse nuk përshëndeta. Okej, mirë. Bëjmë gati, edhe qëndrojmë pak në këmbë. Tani, do ta realizojmë veten tonë nga ky qëndrim këtu. Forca, merrni frymë thellë, bëjmë 3 frymarrje të plota. Bashkoj shuplakat e duarve, silli në zemër, nxirre frymën me gojë. Shumë mirë. Hajde, marrim frymë thellë. Bëhund dhe sillim duart në zemër, nxjerrim frymën me ngadalë, fillojmë të largojmë, fillojmë të mbyllim syt, fillojmë të largojmë toksinat e natës. Merr frymë thellë edhe një herë tjetër, mbushu me oksigjenin e freskët të mëngjesit, nxirre frymën, sille vetdijen në momentin prezent. Mbaj duart të dyja të bashkuara në qendër të kraharorit. Qëndro dhe hapi këmbët në atë lloj distance që ty të bëjë të ndihesh e sigurt, e rrëzuar, e stabilizuar pra me qëndrimin tënd. Tani me ngadalë, sillemi me një vëmendje tek vetja jonë, bëhemi të vetëdijshme për mënyrën se si po qëndrojmë. Largohemi nga çdo gjë që po bisedonim më përpara, qëndrojmë këtu, tani. Sille vëmendje komplet në trupin tënd. Çoj vëmendjen tek të dyja shputat e këmbëve. Ndjeje prekjen e tapetit dhe mendo se si nga shputat e këmbës ti lëshon rrëj të thella. Edhe lidhesh fort me bërthamën e tokës, duke ndjerë kështu sigurinë, mbështetjen, dashurinë e tokës natyrë. Shumë mirë. Me ngadalë, gjatë klasës së sotme, ne do ta sjellim vëmendjen tek gjetja e zgjidhjeve për një problem të caktuar në jetën tonë, të momentit ose që kemi pasur në vazhdimsi. Sot do ta sjellim të gjithë vëmendjen tek zgjidhja e këtij problemi, duke bërë pyetjen e zgjuar, cila është mënyra se si të dalim nga kjo situatë, nga ky problem. Shumë mirë. Ky do të jetë qëllimi i klasës, ta mbaj vëmendjen gjatë gjithë kohës aty dhe do ta lejojmë trupin veten të na dalin, ndoshta të na vini ide të reja gjatë klasës, ndoshta të mund të shkojmë ndonjë si formë imazhi, ndonjë zgjidhje që mund na vi. Le ta ndajmë tani një afirmim të bukur së bashku. Mendja ime është e qetë, e kthjellët dhe e hapur për zgjidhje. Edhe një herë së bashku, mendja ime përsëritem me zërin në brendshëm. Mendja ime është e qetë, e kthjellët dhe e hapur për zgjidhje. Shumë mirë. Merr frymë thellë, vedisoje këtë afirmim. Le të na shërbejë si një udhëzues gjatë klasës së sotme, okay? Nxirre frymën me ngadalë, shumë mirë. Hajde Sonila, mirë se na bashkove. Me ngadalë tani hapim syt, qëndrojmë këtu. Shumë mirë. Forca tani, hajde bëjmë vetëm disa ushtrime të lehta përpara se të kalojmë tek 2 përshëndetjet e diellit, që sot do t'i bëjmë në mënyrë intensive dhe me komplet pra të kompletuara siç janë ato. Okej, hapi pak këmbët sa gjershtja ive, ose ndoshta edhe pak më shumë sa në atë pozicion që ti ndihesh i sigurt. Merr frymë thellë, ngri duart lart. Shumë mirë. Nxjerrë frymën duke ardhur në këtë mënyrë dhe duke lëshuar krahët brenda gjunjëve. Ti hapësh pak më shumë, që të ndihesh tamam. Merr frymë thellë, nxirre frymën edhe lëshoje trupin sa më shumë. Hajde, shkoj. Për 4 edhe 5. Shumë mirë. Liroj krahat tani, edhe hajde në një vërcim aty për ta nisur klasën dhe për ta aktivizuar trupin. Hajde forca, shkojmë, liroj krahat si ku po shkund.
po shkon nga trupi jot çdo gjë që nuk të duhet, asgjë që nuk të duhet, lëshoje, qëndro këtu në këtë klasë, edhe pastaj do mendojmë për gjërat e tjera. Tani jemi të fokusuara tek zgjidhja e diçka që na shqetëson. Mendoje ndërkohë lidhur me një problem, sepse direkt vjen në mendjen tonë një problem apo një situatë që kërkojmë ta zgjidhim. Hajde dhe pak më shumë tani në vrapim, hajde dhe pak më shumë në vrapim, forca, hajde. Hajde. Pak më shumë, bravo. Pak më shumë, bravi është i mrekullueshëm, sidomos bravi në natyrë. Shkojmë edhe pak. Hajde edhe pak. Bravo. Hajde. Shumë mirë. Okej, super. Qëndrojmë, mbushuni me frymë sërish dhe tani është momenti të ndërlidhim të dyja gishtat e duarve, të nxjerrim nga jashtë, të ngrihen lart. Mbushuni me frymë thellë dhe mundohuni të ngriheni pak me majat e gishtave, aq sa ju mundeni. Ngrihemi pak me majat e gishtave. Kur të qëndroni aty, qëndroni, kur të gjeni pozicionin e duhur. Okej. U lëshoni të dyja shputat, sërish, shkojmë nga njëra anë, tërheqim trupin ansor, forca, hapim zemrën, hajde, shkojmë tërhiqemi, shumë mirë, shkojmë nga ana tjetër. Shikojmë duart me shikim, bëjmë shikimin aty, qëndrojmë dhe pak, ndjej tërhiqem. Okej, shumë mirë, shko pak mbrapa. Ngrije kokën, sikur lakosh mbrapa. Shumë mirë, hajde pak përpara, në përpullje të plot duke vendosur duart siç i kete ndërlidhura përpara. Mbaj këmbët e gjata të drejta. Shumë mirë, ngriu sërish për lart, edhe lëshoj duart. Vendosi duart tek beli, bëj një rrotullim të lehtë të belit tënd, forca. Bëj një rrotullim të lehtë të belit tënd. Hajde. Shko tani nga ana tjetër, ndryshoja kamën e rrotullimit, shko nga ana tjetër. Mbushoni me frymë, edhe shumë mirë. Mirë, shkojmë tani në fillim të tapetit, do shkojmë të përshëndetim forcat e mrekullueshme të natyrës, diellin tonë, duke qenë se është pranverë, dielli po lind shpejt. Dhe tani duam të fokusohemi komplet në lëvizjet e përshëndetjes së diellit, por në të dyja tipet, tipi A dhe tipi B, okay? Hajde forca, qëndrojmë në tadasana, këmbët janë të forta, aktive, krahët janë të lira, supet larg veshëve, shpina, qafa e gjatë, koka e drejtë. Shkojmë nga dalë tani, marrim frymë, hapim krahët anash lart në pozën e zgjatur të malit. Nxjerrim frymën me ngadalë, shkojmë në përpullje të plotë. Forca, tërhiqeni shpinën dhe përqafoni gjunjët. Mund t'i mbani pak të përthyer si fillim. Vendosini duart mbi gjunjë, shkojmë në gjysmëngritje, shpina e gjatë e drejtë paralel me tokën. Vendosin duart në tapet, nxjerrim frymën, këmbëja shkon mbrapa. Forca të gjitha së bashku. Këmbëja e majt i bashkohet, kalojeni trupin në flank, ulini gjunjët gishtat nga jashtë. Një krahësi në drejtim të tapetit, rrëshqasit chaturanga dandasana dhe ngrihemi lart, marrim frymë. Mbushuni me energji pozitive, energjinë e mëngjesit, gishtat pingullin në tapet. Kalojeni trupin e qeni me kuk poshtë. Merrni një moment për të lakuar pak gjunjët të djathtë të majtë. Mbushuni me frymë. Shumë mirë. Sille këmbën e djathtë afër barkut. Shikimi në mes të dy shuplakave të duarve, merr frymë dhe shtyje këmbën sa më shumë të mundesh. Pastaj ndihmoje me dorë këmbën, nëse është e nevojshme. Shikimi përpara, këmba e majtë i bashkohet, kaloje trupin në gjysmëngritje, paralel me tokën shpina, shkon në përpullje të plotë, përqafoni gjunjët, tërhiqeni shpinën, bani pak të përthyer si fillim, dhe pak nga pak pastaj gjithnjë më shumë i drejtojmë. Me ngadalë, hapini krahët anash lart. Me një frymarrje, vendosim dorët në zemër, i mbyllim vetëm për 1 sekondë syt, sa për ta ndjerë energji që trupi ka filluar të aktivizojë, i lëshojmë ngadalë, hapim syt. Bëu gati
Merë frymë thellë, duart lartë, shikimi lartë. Nxirre frymën, shkoj në përpulje të plotë të gjitha së bashku, forca. Vendosin duart mbi gjunjë, gjysmëngritje. Vendosin duart në tapet, nxjerrin frymën, këmba majtë se radhe kalon brapa. E djatha i bashkohet, trupi kalon në plan, rregullojeni pozitën aty, ulim gjunjën, gishtat nga jashtë, mjekra gjoksin në drejtim të tapetit, rrëshkasim krahët në 90 gradë, hapim zemrën. Qeni me kokë lartë, qëndroni aty, gishtat me pull në tapet, me një lëvizje, trupi kalon në qeni me kokë poshtë. Fillo të lakosh gjunjën të djathtë të majtë. Forca. Merë frymë thellë edhe lëshoj frymarrjen. Tani bëu gati gjuri i majtë vjen afër barkut, marrim frymë edhe shkojmë cilën këmbën përpara. Shtyje sa më shumë të mundesh dhe pastaj këmba majtë bashkohet gjysmëngritje, shkojmë në përpulje të plotë. Me një frymarrje hapim krahët, ngrem lart, thjellim duart në zemër, mbyllim sërish pak syt për ta bjerë energjinë e bukur që trupi po aktivizon. Mirë. Lëshojmë krahët, hapim syt. Tani do shkojmë tek, kjo ishte përshëndetja e diellit tipi A. Tani do shkojmë tek tipi B që është pak më e vështirë. Hajde forca, marrim frymë, thjellim duart lart, edhe shkojmë në pozën e karrikës. Nga këtu nisim tipin B. Shkojmë në pozën e karrikës sikur duam të ulim një karrike. Bashkoni gjunjën ndoshta për të qëndruar më lehtësisht në këtë pozë, mbajini shpinën të gjatë të drejtë. Nga këtu shkojmë në përpulje të plotë, duke përqafuar gjunjën. Nga këtu vendosim duart mbi gjunjë gjysmëngritje, ulim duart në tapet, këmba djathtë kalon mbrapa, poshta e majta i bashkohet, trupi kalon në flank, ulim gjunjën gishtat nga jashtë, rrëshkasim cëturakat të ndamsana, hapim zemrën, qeni me kokë lartë, gishtat pingull në tapet, trupi kalon, qeni me kokë poshtë, merre tani një moment, lakoj gjunjët, mbushëm me frymë, shumë mirë. Shkojmë tani me ngadalë, këmba e djathtë ngrihet lart, forca. Ngrini këmbën e djathtë lart, tërhiqni hapësirën ndërmjet dy kofshëve, përthyejeni, silleni gjurin afër barkut dhe në njëjta mënyrë shqiponi në mes të dy shuplakave, shtyni përpara, forca. Tani me këmbën tjetër krijohet një kënd 45 gradë, mund të qëndrosh ose me gishtat e këmbës ose me të tërë shkutën. Këmba përpara është 90 gradë. Merr frymë thellë, ngri duart lart. Mbushu me frymë, luftëtar 1. Qëndro aty, e fortë, e qartë, me një mendje të qartë dhe të kthjellët. E gatshme për të gjetur zgjidhje për një situatë konkrete. Qëndro dhe pak aty, mbushu me frymë thellë, shumë mirë. Me ngadalë, uli duart në tapet, tani këmba djathtë kalon mbrapa, rregullojë pozitën për plank, ulim gjunjën, gishtat nga jashtë, chaturanga dhe ngrihemi lart. Upward facing dog, qëndrojmë këtu, e ndjejmë energjinë e mirë, e ndjejmë zemrën tonë të hapur, gishtat pingull në tapet, trupi kalon në qeni me kokë poshtë. Tani bëu gati, lakoj pak gjunjën të djathtë, të majtë, fitosh pak kohë. Tati është gati, forca, këmba e majtë ngrihet lart. Forca, ngrije këmbën e majtë sa më lart të mundesh, hajde, përthyeje, sille gjurin afër barkut, shikoni mes të dy shuplakave dhe shtyje këmbën, forca. Tani shumë mirë, këmbën mbrapa, 45 gradë, ngrihemi sërish me këmbën e majtë, tani luftëtar 1. Mbushu thellë me frymë, të cila prej jush nëse për vajzat që na bashkuan pak më vonë, tematika sotme është që për një situatë konkrete, ndoshta që kërkon një zgjidhje pra për një problem, sot jemi të hapura drejt zgjidhjes së tij, dërgojmë sinjale në univers për të ardhur zgjidhjet që dëshirojmë. Me një mendje të qetë, të kthjellët, qëndrojmë të hapura për zgjidhje. Forca, luftëtar 1, tani ulini duart me ngadalë, këmba e majtë kalon mbrapa, trupi kalon në plank. Shkojmë, ulim gjunjët, rrëshkasim,
dhe ngrihemi sërish në qeni me kokë lartë. Mbushemi me frymë, gishtat pingur në tapet, kaloj trupin në qeni me kokë poshtë edhe njerë, fillo t'i lakosh gjunjët të djathtë në të majtë. Shumë mirë, bëu gati tani. Këmba e djathtë, afroj të afër gjurit tek barku, vi përpara shtyp, këmba tjetër bashkohet, gjysmëngritje, duart mbi gjumë, shkojmë në përpullje të plotë, tërhiqe edhe më shumë shpinën, dhe tani me një frymarrje ngrini duart lart në pozën e karrikës, aty ku e nisëm. Qëndroni në pozën e karrikës të gjitha dhe lëshoni tani krahët, vendosni duart në zemër. Mbyllni syt. Ky është një sekuencë pak më e ndërlikuar, por jashtëzakonisht shumë energjike. Me ngadalë, bëhemi gati, qëndrojmë dhe pak ashtu. Edhe hapim syt tani. Forca, do shkojmë nga me këmbën tjetër dhe e përfundojmë si sekuencë. Marrim frymë, duart lart, poza e karrikës. Sikur ulemi në karrike të gjitha së bashku, shpina qëndron e gjatë e drejtë. Shkojmë në përpullje të plotë, përqafoni gjunjën, gjithnjë më shumë tani, ne thellohemi tek poza, tek kjo poza, gjithnjë më shumë dhe e drejtojmë shpinën tonë. Vendosni duart në gjunjë, shpina e gjatë e drejtë, ulim duart në tapet, këmba e majtë, kalon brapa kësaj radhe. E djathta i bashkohet, rregullojmë pozitën plank, ulim gjunjën, gishtat nga jashtë, mjek krajloksin në drejtim të tapetit, rrëshkatësin me të vijemi lartë. Mbushemi me frymë, gishtat pingur në tapet, kalo trupin në qeni me kokë poshtë. Merë pa kohë, largoj gjunjët, normalizo frymarrjen, neutralizo energji, qëndrojmë. Mbushëm me frymarrje, shumë mirë. Tani, këmba e majtë me ngadalë, ngrihet lart, forca. Ngriheni këmbën e majtë të gjatë të drejtë lart, përthyeni, silleni përpara në mes të dy shuplakave me këmbën tjetër 45 gradë. Bëhemi gati, luftëtar një sërish. Forca krahët të drejta, shpina e drejtë e gjatë, këmbët aktive, ijet janë në një linjë, pra paralel me njëra tjetrën, qëndrojmë. Mbushemi me frymë, edhe pak, nxjerrim frymën me ngadalë, ulim duart, këmba e majtë kalon brapa. Forca, shkojmë tani, ulim gishtat, ulim gjunjët, gishtat nga jashtë, rrëshkasën sërish. Hapim zemrën, forca vajza. Bravo, gishtat pingull në tapet, trupi kalon qeni me kokë poshtë. Shumë mirë. Fillo të largosh gjunjët, i djathtë i majti. Kur t'jesh gati tani, këmba e djathtë drejt lart, forca të gjithë këmbën e djathtë lart, përthyeni dhe silleni përpara, shtyni në mes të dy shuplakave. Kryoj hapësirën 48 gradë me këmbën tjetër, aktivizon lavanda, ngrihje trupin edhe më lart, këmba përpara 90 gradë, duart e gjata të drejta, shikimi në një pikë përpara, ruaj fokusin, drishti pra në një pikë përpara, qëndroj. Gjithnjë më shumë trupi fiton energji, gjithnjë më shumë mendja qartësohet, gjithnjë më shumë rritet vetbesimi në trupin tonë, në qenien tonë. Shumë mirë. Ulim duart me ngadalë, këmba majtë kalon brapa, trupi në flank, ulim gjunjët gishtat nga jashtë, rrëshkatësin dhe ngrihemi lart. Qeni me kokë lart, gishtat pingull në tapet, shtyje tapetin në duart edhe kalon në qeni me kokë poshtë. Fillo të largosh gjunjët të djathtë në majtë. Shumë mirë, bëhuni gati tani, gjuri i majtë sillet afër barkut, shikimi në mes të dy këmbëve, të dy barkëve të majtë, dhe shtyp. Shumë mirë, këmba tjetër i bashkohet, gjysmëngritje, shpina e gjatë e drejtë, shkojmë në përpullje të plotë. Me një frymarrje ngrihuni lart në pozën e karrikës, aty ku e nisëm. Qëndroni në pozën e karrikës, shpina e gjatë e drejtë, ngrihuni lart, vendosni duart në zemër. Mbyllni syt, lidhuni tani me këtë energji të bukur që keni krijuar, lidhuni me ndjesitë, merrni frym thellë, ndjehuni mirë, falënderuese për trupin tuaj të shëndetshëm, falënderuese për mendjen tuaj të thjellë, të qartë.
të qetë, të relaksuar, shumë mirë. Hapim sytë me ngadalë, dhe tani nga këtu do shkojmë në disa sekvenca të tjera, por në tapet, shumë mirë. Hajde shkojmë përballë njëra tjetrës, shkojmë në sekvencat e tjera në këmbë. Këmba, shputa e këmbës së majt është e gjatë dhe shputa e këmbës së djathtë është e gjerë. Tani hapini këmbët në një gjerësi të konsiderueshme. Marrni frymë thellë dhe shkojmë në luftetar 2. Pra të gjatë të drejta, këmba përpara 90 gradë. Qëndrojmë në luftetar 2. Nga këtu tani mbushim një frymë dora e djathtë, e këmba e gjatë. Afrohet, hapet shuplaka e dorës përpara dhe bëjmë një inversion. Pra luftetar 2 i kthyer. Qëndrojmë aty. Shikojmë shuplakën e dorës. Shumë mirë. Nga këtu tani me ngadalë, edhe njërë tjetër, shkojmë në luftetar 2. Merë frymë, edhe njërë, inversion. Luftetar 2 dhe kësaj radhe vendose bryllin tek gjuri dhe dorën tjetër si një shigjet, rrobulloje dhe hajde zjarrte pak këmbën brapa, hajde zjarrte pak këmbën në mënyrë që të duket trupi si një shigjet e drejtë, nga maja e gishtit të këmbës deri tek maja e gishtit të dorës. Qëndrojmë, ky është këndi ansor i drejtë, qëndrojmë dhe pak. Shumë mirë. Tani, këtë dorën që keni lashtë, vendoseni përpara shputës së këmbës dhe me dorën tjetër shkojmë lart, bëjmë një përdrejtje të trupit. Qëndrojmë aty, mbushemi me frymë. Vime ngadalë, ulim dorën, ulim këmbën brapa dhe shikojmë thëmbrat. Ngrihemi lart, dora lart, këmba lart. Bëhemi gati, 2 herë të tjera. Shikojmë thëmbrat. Ulim dorën dhe këmbën, pastaj i drejtojmë këmbën, drejtojmë dorën. E treta, forca, shumë mirë. Tani me ngadalë aty ku je, forcoje, ktheje këmbën brapa të gjerë, forcoje muskujt e këmbëve dhe hajde shkoj edhe një herë në luftetar 2. Këmbët nuk lëvizin, tani drejtoje këmbën, hapi krahët edhe një herë, do zhvendosemi në trekëndësh, të gjitha së bashku. Forca, mbajini zemrën të hapur, nëse për ju është e vështirë ta drejtoni këmbën, atëherë mos e përthyeni, mbajini të drejtë dhe vendosni dorën këtu, aty ku mundet dora. Nëse harrini ta vendosni dorën në tapet, është shumë mirë, por megjithatë dhe kjo do praktikë. Ngriheni shikimin lart, tek dora ruani ekuilibrin. Forca. Shumë mirë. Lëroni ta bëjmë një foto këtu, qëndroni dhe pak. Jeni duke u thelluar me trupin tuaj në këtë pozë. Tani, plakojeni gjurit edhe ngrihuni nga poza. Shumë mirë, tani do shkojmë nga ana tjetër të bëjmë të njëjtën sekuencë, por me këmbën tjetër. Atëherë, shputa e djathtë është e gjatë. Shputa e majtë është e gjerë. Marrim frymë dhe shkojmë në luftetar 2. Këmba përpara, rregulloni posturën, her pas here, këmba përpara është 90 gradë, deri kur ju të poziciononi në mënyrën e duhur. Pra këmba përpara 90 gradë, të gjitha, forca? Shumë mirë. Tani, nga këtu, merr frymë thellë, dora e majtë, këmba e gjatë, hape shuplakën, inversion. Luftetar e kthyer, qëndrojmë, shikojmë shuplakën e dorës. Sa më shumë të hapim trupin ansor, aq më mirë. Merr frymë thellë edhe një herë luftetar 2. Hajde edhe një herë në inversion. Shikojmë shuplakën e dorës. Qëndrojmë dhe përjetojmë momentin prezent. Edhe një herë luftetar 2. Të radhe vendose bryllin tek gjuri. Dhe shkon këmba dhe dorë si një shigjet e drejtë. Shumë mirë Sonila. Tashmë shumë mirë. Pra,
Dashur pa dashur, praktika tani e ka pozicionuar vetë trupin sa më korrekt në këtë pozë. Qëndrojmë aty dhe pak. Mbushuni me frymë dhe pak, qëndroni dhe pak, shumë mirë. Tani shikoni çfarë do bëjmë. Do shta më shikoni pak mua dhe pastaj veproni juve. Atëherë, dora që është sipër vendoset paralel me shputën. Dhe dora tjetër lart, bëjmë edhe një lëvizje të këmbës mbrapa, e cila shkon me ngadalë sikur ndryshon pra drejtimin, sepse i përshtatet polzës. Qëndrojmë aty, shikojmë dorën lart, bëhemi gati, shikojmë thëmën mbrapa, ulim dorën, ulim këmbën. Mbushemi me frymë, shkojmë këmba dora e gjatë drejt, nxjerrim frymën, shikojmë thëmën, ulim pak këmbën, ulim dorën. Edhe një herë të tretë, të gjitha së bashku, forca. Shumë mirë. Tani, ruani forcën me forcën e këmbëve dhe ngadalë, dalim me poza duke u ngritur edhe një herë në luftëtar 2. Mbushuni me frymë, drejtojini këmbën. Shkoni e zhvendosni trupin tani për 3 këndësh. Hajde. Pra, për mua e rëndësishme është që këmba mos përthyet. Mund ta vendosni dorën këtu, s'është e thënë që ta vendosni direkt në tapet. Hapet zemra, hapet trupi tanë, tërhiqet trupi ansor, ruajmë ekuilibrin duke shikuar dorën lart. Mbushuni me frymë, qëndroni edhe pak. Hajde alta. Force, qëndrojmë edhe pak. Tani përthyeni gjurin për të ngritur nga poza. Dhe filloni ti sillni të dyja këmbët pranë njëra tjetrës. Okej, mirë. Edhe me kohën jemi mirë. Okej. Shumë mirë, tani, këtu jemi, do hapnim sërish këmbët, edhe do shkojmë në pozën e përëndeshës. Forca, marrim frymën duar qartë, nxjerrim frymën, krahët katrore, kaktus, këmbët hapen nga gjunjët, muskujt hapen nga jashtë, qëndrojmë dhe pak në përëndesh. Hajde, Elvira, nuk e mbyllim zemrën, bravo, e hapur zemra, përëndesh. Bravo, ngrihemi lart. Bashkojmë të dyja shpllakat e duarve në këtë mënyrë. Qëndrojmë, mbushemi me frymë dhe kur jemi gati, shkojmë edhe një herë përëndesh. Mbajmë shpinën të gjatë të drejtë, gjoksi është i hapur. Krahët janë katrore. Kaktus. Qëndrojmë dhe pak, forcojmë muskulaturën e këmbëve, edhe pak. Ngrihemi lart. Bashkojmë duart kështu, lart. Shikimi lart, mbushemi me frymë edhe një herë tjetër në kaktus, në përëndesh, krahët në kaktus. Hapini sa më shumë krahërorin, zemra del përpara, bravo, bravo Merita. Qëndrojmë aty, të sigurta, të vendosura, të kthjellta në mendje. Bravo, ngrihemi lart. Edhe sillim dorët në zemër, mbyllim pak sytë, ndjejmë energjinë e mirë, ndjejmë falenderuese për trupin. Ndjehemi falenderuese për trupin i cili gjithnjëherë më shumë, çdo ditë më shumë na tregon potencialin e tij. Shumë mirë. Nxirre frymën dhe tani aty ku jeni me duart në zemrën tuaj. Shkojmë në malasana me ngadalë të gjitha së bashku. Shkojmë në malasana duke sjellë sa më shumë, duke shtyr sa më shumë gjunjët me bryla. Shikoni. Madje po ta shikoni, shpllakat e duarve shtyn aq shumë pra tjetër sa është pikërisht kjo forcë që e mban, që na jep edhe më shumë ta hapim pra ti, i hapim sa më shumë gjunjë. Okej, qëndroni aty dhe pak, mbyllini syt. Kjo është një pozë shumë e mirë për tretje, është një pozë shumë e mirë për artikulacionet, për fleksibilitetin e kofshëve. Qëndrojmë për shpinën e drejtë, kjo na mëson njëkohësisht edhe një shpinë të drejta. Qëndrojmë edhe pak. Shpeshherë mundet ta bësh edhe vetë në shtëpi, gjatë kohës që dëshiron të mbash shpinën të drejtë, sikur edhe 3 minuta, 2-3 minuta, do ishte super. Qëndrojmë edhe pak. Hajde Marina, shkojmë së bashku,
Shumë mirë. Të përshëndes, si gjithmonë. Hajde Elvira. Është e vështirë? Okej. Mirë, shumë mirë. Tani, me nga dalë, vendos duart në tapet, këmba e majtë, më falni, shkon e gjatë e drejtë. Dhe këmba tjetër, qëndron ashtu siç është, vendosim duart në zemër. Kemi dy mënyra si të kalojmë nga ana tjetër ose duart në tapet. Dhe kalojmë nga ana tjetër në këtë mënyrë, duart në zemër, ose direkt kalojmë kështu. Hajde provojmë secila. Duke e dëgjuar trupin tonë. Forca. Hajde, zjatë këmbën, hajde Lucia, bravo. Shkojmë. Hajde Dorina. Shumë mirë. Hajde. Shkojmë, edhe pak. Forconi muskujt e këmbëve në këtë lëvizje. Të lumtur Nila, shkojmë. Forca. Hajde Elvira. Tre të fundit. Forca. Vazhdojmë. Shumë mirë. Tani, aty ku je, vendose dorën e djathtë në tapet, merr frymë dhe hapi krahun e majtë, duke hapur edhe kraharorin edhe trupin ansar. Qëndrojmë aty. Mbushëm me frymë. Shumë mirë. Hajde me ngadalë, sikur përkulesh, shko nga ana tjetër dhe lejoje dorën të ripozicionohet nga ana tjetër. Qëndroj, shoqëroj me shqipim, ruaj ekuilibrin. Thellohu në këtë zgjatje, Shkojmë edhe një herë nga ana tjetër. Shumë mirë. Shoqëroj me shqipim, thellohu në zgjatje. Pra ndjeje si një shigje të drejtë. Nga gishti i këmbës deri te gishti i dorës. Pra, dhe një herë tjetër, thellohemi në këtë zgjatje duke kaluar në këtë mënyrë. Shumë mirë. Edhe pak, hajde në ritaj, sa të kemi mundësi. Shkojmë dhe një herë të fundit, okay? Dhe një herë të fundit. Merr frymtë e fundit tani për gjithane. Hajde. Bërë një kalim i cili lejon trupin të gjatë drejt nga gishti i këmbës deri te gishti i dorës. Shumë mirë. Mbushoni me frymë, vendosni duart në zemër. Qëndroni pak edhe këtu. Tani ulini duart në tapet me ngadalë, cili të dyja gjunjët të bashkuara, uluni pak mbi thëmbra, ndoshta nëse keni nevojë mund t'i masazhoni pak muskujt e këmbëve. Okej. Tani, ndërlidhni duart mbrapa, hapeni zemrën dhe shikoni lart. Shumë mirë. Unë do kthehem nga gjatësia e tapetit, ju qëndroni aty. Aty ku jeni me ngadalë, ndërcohemi pak mbi thëmbrat tona, do marrim frymë, do sillni duart lart, do t'i hapim në kaktus dhe do ta largoj pak shpinën mbrapa. Do sillim duart sërish në zemër, drejtojmë shpinën, qëndrojmë. Hajde edhe një herë, marrim frymë, duart lart, hapim në kaktus dhe sikur e largoj pak shpinën mbrapa. Qafën nuk e lëshojmë. Vim përpara, sillim duart sërish në zemër. Edhe një herë të tretë, të gjitha së bashku, merrni frymë duart lart, hapini në kaktus, hapini zemrën, largoj pak shpinën, qafën e mbani aty, edhe vim përpara. Duart në zemër. Shkojmë tani tek poza e fëmijës, të gjitha së bashku, sepse në çdo largim pra që bëjmë mbrapa, duhet patjetër ta balancojmë me një përpulje përpara. Me ngadalë, vendose ballin në tapet, qëndro, merr frymë thellë, nxirra frymë, vazhdojmë. Shumë mirë. Tani, edhe një herë tjetër, ne do të fokusohemi tek problematika që mund të kemi për momentin prezent, në momentin prezent. Na vjen në mendje një problem, një situatë pak sa më ndërlidhur, ka edhe një konotacion pra si gjithmonë si problem. Dhe hajde forca.
Gjatë kësaj klase thamë që do ta kemi vëmendje tek zgjidhja. Në këtë moment po dërgojmë sinjal në univers, po i dërgojmë sinjal Krijuesit, Zotit të plotfuqishëm, për të na ndihmuar dhe për të na drejtuar tek zgjidhja e duhur për këtë gjë. Ndjeni me tërë qenien tuaj se jeni duke e mbajtur fokusin, jeni duke hapur rrugë të reja për gjetjen e zgjidhjes së problemit apo situatës së ndërlikuar, kontrastit pra që mund të keni për momentin. Mbushuni thellë me frymë, përsëriteni edhe një herë me zërin e brendshëm afirmimin e klasës së sotme, mendja ime është e qetë, e kthjellët dhe e hapur për zgjidhje. Nëse që nga ky moment, pra gjatë ditës së sotme, do fokusohemi tek zgjidhja, por mos jetë vetëm kjo ditë, e mirë është që ju të vazhdoni ta mbani fokusin tek zgjidhja deri në momentin që zgjidhja vërtet do të paraqitet tek ju. Mund të vinë njerëzit e duhur, mund të vinë informacione i duhur, mund të vinë situatat e tilla, kështu që qëndroni me besim të plot dhe me fokus te kjo gjë. Ne krijojmë atje ku e dërgojmë fokusin, ne japim energjinë tonë dhe krijojmë atë gjë të cilën e kemi në fokus. Shumë mirë. Mbushu thellë me frymë. Edhe fillova të rriqësh trupi pak nga pak. Tani, hapi pak gjunjët dhe krijoni një lloj mundësie për të hapur gjunjët dhe për të ulur ndoshta paksa për të nxjerrë gjunjët nga jashtë dhe nëse me bife e prekni tapetin do ishte shumë mirë. Provojmë, është shumë e mirë për kockat, për artikulacionet tona. Kush mundet, le ta bëjë. Por edhe kush e ka pak të vështirë, vetëm të tentojë. Por ju dhimbje të forta, mos toleroni dhimbjet e forta. Dhimbjet e forta nuk duhet i tolerojnë në yoga. Vetëm një dhimbje e pranueshme, një dhimbje e ëmbël. Qëndrojmë edhe pak. Shumë mirë. Tani, uluni edhe një herë tek këmbrat, mbasi e bëjmë të ushtrim, sepse krijon pra presion, krijon një lloj tërheqjes forcimi. Kaloni gjunjët anash dhe shkojmë në gjatësinë e tapetit. Shkojmë të gjitha së bashku në gjatësinë e tapetit. Hajde forca tani, do shkojmë të bëjmë një përdredhje. Kaloni gjurin e djathtë mbi këmbën e majt, me dorën e majt, do ta shtyni fort të gjurin e djathtë dhe dora e djathtë mbrapa, shikimi mbrapa. Pra edhe një herë, gjuri i djathtë kalon mbi këmbën e majt. Dora e majt shtyn sa më shumë gjurin dhe dora e djathtë shkon mbrapa, bëjmë një përdredhje të shpinës. Kjo përdredhje tani na pastron çdo toksinë që mund të ketë mbetur në trupin tonë nga nata. Është një shtrydhje e mirë që ne i bëjmë shpinës tonë me këtë përdredhje. Sa më fleksibël shpina kemi thënë, aq më shëndetshëm është trupi, aq më shëndetshëm është trupi. Dhe aq më shumë mundësi kemi të thellohemi me veten tonë, sepse një shpinë e drejtë dhe fleksibël do thotë një aktivizim më i mirë i çakrave të trupit. Shumë mirë. Kthehemi përpara, e shtrim këmbën e madh, kalojmë e shtrim këmbën e djathtë, kalojmë këmbën e madh mbi këmbën e djathtë, dora e djathtë lart, shtyr sa më shumë brylin dhe dora e madh mbrapa, shikimi mbrapa. Mund të mbyllosh pak syt dhe ndihmon që të përdritesh edhe më shumë, me çdo frymarrje të përdritesh edhe më shumë. Ndjej një shtrydhje që i bën, ndjej një përdredhje të thellë që i bën shpinës. Qëndrojmë edhe pak. Okej, vim përpara me kadat. Tani, ne do vendosim të dyja brynat në tapet dhe të punojmë pak me muskujt e barkut. Hajde shtri këmbët të gjata të drejta, pa e prekur tapetin. Aty ku je, shkojmë mbajmë këmbët të gjata të drejta dhe i lëshojmë në këtë mënyrë. Këmbët janë të bashkuara, shkuta, sjellim këmbët pa prekur tapetin, por afër tapetit, pra i zjasim lart të gjata të drejta. Dhe vazhdojmë të ushtrim. Mundohemi të mbajmë të gjata të drejta, aktivizojmë muskujt e barkut, rregullojmë her pas here posturën e krahëve tona, brylave tona, në mënyrë që të na mundsojnë për të vazhduar me pozën, me sekuencën. Shkojmë, forca. Hajde.
Tani muskujt e barkut fillojnë edhe forcohen, shkojnë. Hajde forca, nëse lodhesh, rifillon sërish. Për pjesën tjetër, shkojnë për 5, forca, 4, hajde, 3, 2, edhe 1. Bani të gjata të drejta, mos i ulni akoma në tapet, forca. Edhe 5, 4, 3, 2 dhe 1. Lirojni dhe shkojmë tani me nga darë, shtrim komplet trupin në tapet. Marrim frymë thellë, shumë mirë. Tani, aty ku jemi me nga darë, ngrini duart lartë, mbështeteni në tapet mbi kokën tuaj, zjatini majët e mishtave dhe majët e duarve si ku do të tërheqin dikush. Fute barkun brenda. Shumë mirë, qëndro aty vetishëm, merr frymë thellë. Edhe tani, hajde silli të dyja gjunjët të përthyera, shputat e pothitura në tapet. Marrim frymë thellë, do sillim duart përpara dhe do ngrej pjesën e viteve barkut lart, tijeve tona lart. Ulim vitet, ngrem duart lart mbi kokë. Bëjmë këtë sekuencë. Ulim duart, ngrem barkun vitet mbi tapet. Ngrem duart, i ulim sërish në tapet vitet tona. Shkojmë, forca, vazhdojmë ushtrimin. Pra, në një sekuencë ku shoqërohet edhe lëvizja e duarve. Forca, vazhdojmë. Tani punojmë pjesën edhe të shpinës, me pjesën e legenit, hijet tona. Shkojmë edhe pak, forca. Hajde, muskujt e këmbëve. Forca, vazhdojmë. Marrim frymë, nxjerrim frymën. Për 3 të fundit, vazhdojmë. 2 e fundit tani 1. Ngrini duart lartë sërish. Me nga darë tani, është momenti të përqafoni të dyja gjunjët, të mbani afër barkut. Mbani afër barkut sa më shumë gjunjët e juaja. Jemi gati tani të masazhojmë pak gjatësinë e shpinës, duke bërë një lëvizje të tillë. Pra, hajde, provojmë të gjitha. Masazhojmë gjatësinë e shpinës duke bërë një lëvizje të tillë. Forca. Shkojmë edhe pak. Shumë mirë. Mjafton tani. Mjafton. Bëjmë i gati, kjo na mundson tani të bëjmë edhe një pozë tjetër më kulminante, që është do t'i ngrem vitet me të dyja duart, do t'i vendosim gjunjët fillimisht tek balli. Hajde, forca lirën të shikoj. Provojmë, hajde parime. Forcojmë, atëherë, shkojmë edhe njërë të gjitha së bashku, pra, vitet i ngrini dhe të dyja gjunjët mundohen të vendosin tek balli. Pastaj, për vajzat që e arrin këtë, le të shkojmë edhe pak më thellë tek poza e qëririt, duke i ngritur sa më shumë këmbët, të gjata të drejta. Hajde forca. Sa më shumë të drejtojmë pra trupin tonë në pozën e qëririt, por me nga dalë pa u sforcuar, pa u sforcuar. Qëndrojmë edhe pak, forca, provojmë edhe pak, mbledoni të shikojmë po. Hajde. Shumë mirë parime, mjafton që asa ti mundesh. Bravo Elvira. Hajde Elvira, jo. Ngrihemi si. Përthyej gjunjët e Elvira dhe provoje të ngrihesh me të dyja duart. Supërtoj vitet me duart. Forca, provojmë. Hajde. Kjo do jetë poza e radhës, për vajzat që nuk kanë mundësi ta bëjnë shumë mirë, të paktën të çojmë, të çojmë vitet. Bravo. Mbaj të çuara parime, mbaj të çuara me dorë, shumë mirë je. Okej, mjafton tani, ulemi me gadal. Keni parasysh që, shumë mirë Eda, ajo ulje, bravo. Keni parasysh që edhe kjo pa praktikë. Okej, mirë. Shkojmë pak tani në pozën e fundit, përpara se të kalojmë në shavasana. Shtrim me gadal këmbën e djathtë.
E kapim, e përthyem gjurin e majt, e marrim jastëkun, e kufisim në jastëk me dorën e djathtë. Hapim me ngadalë krahun e majt, shikojmë nga ana krahut të majt. Bëjmë sërish një përdredhje të shpinës tonë, i mbyllim syt, fillojmë ta relaksojmë veten tonë. Ndjehuni mirë në trupin, falenderoni për trupin e shëndetshëm, falenderoni veten për kohën dhe energjinë që treguat, disiplinën për të qenë te klasa. Është e nevojshme që edhe vetja juaj ta marrë një shpërblim dhe një falënderim po nga ju, në momentin që i rezistuat edhe ndoshta ndonjë mundimi, ndoshta pra disiplinën që tregoni për të qenë në klasë dhe ja ku jeni. Bravo! Falenderojeni veten për këtë. Shumë mirë. Shkojmë tani, shtrim këmbën e madh, përthyejmë gjurin e djathtë, marrim jastëkun, e kufisim në tapet, e mbajmë të kufitur me krahun e majt. Hapim krahun e djathtë, shikojmë nga ana krahut të djathtë. Qëndrojmë, ndihemi mirë me veten, ndihemi mirë me trupin tonë. Për ta konkluduar qëllimin e klasës sotme, ne do shkojmë edhe do kalojmë në Shavasana tani, ku do ta vërtetojmë edhe do ta konfirmojmë edhe një herë më shumë se si mendja jonë po bëhet një me kthellet edhe më qartë, dhe është e hapur drejt zgjidhjes. Shkojmë ngadalë të gjitha, ndoshta mbuloni me diçka, ndoshta fishni diçka, por shumë shpejt dhe shtrihemi në Shavasana. Hajde forca. Ju lumt. Hajde shkojmë. Na lumt të gjithave. Patjetër duhet, siç e tham, jemi aty edhe ta falenderojmë veten tonë. Shkojmë me ngadalë në Shavasana, tani është momenti i shpërblimit. Tani ne nuk na kërkohet asgjë më, thjesht të lëshohemi, të udhëzohemi nga zëri, edhe të qëndrojmë në disa momente heshtje me veten tonë. Shumë mirë. Fillojmë ngadalë tani, të ndjesh trupin tënd, të kufitur në tapet, mbyll syt, hapi shuplakat në drejtim të qellit, ndoshta hapi edhe pak më shumë këmbën se gjerësia e tapetit. Ky moment është për ty, ky moment është për ne. Nuk na kërkohet asgjë tjetër. Thjesht të dëgjojmë zërin tonë të brendshëm, të lidhemi me burimin e pashtershëm brenda nesh, nga të burimi i cili i ka të gjitha përgjigjet për pyetjet tona, i ka të gjitha zgjidhjet për pyetjet tona, për problemet tona. Vetëm duhet i besojmë dhe vetëm duhet të lidhemi me ta. I hapim rrugët për të lidhur me ta. Mushur pemë në frymë dhe çdo frymarrje ndjej se si fillon trupi të relaksohet edhe më shumë. Lësho çdo muskull në tapet. Nëse ke ndonjë shtrëngim, ndonjë tension, merr frymë dhe liroje. Mund të bësh lëvizje minimaliste. Nxjerrë frymën. Shumë mirë. Unë do të numëroj deri në 3 dhe me çdo frymarrje ti do ta sjellësh dhe do ta relaksosh trupin 3 herë edhe më shumë. 1. Merr frymë thellë, nxjerrë frymën. 2. Merr frymë thellë, nxjerrë frymën. Edhe 3. Mushu thellë me frymë, nxjerrë frymën. Relaksoje trupin 3 herë më shumë se sa deri tani.
Lëshoj. Çdo muskull. Shumë mirë. Tani me ngadalë. Shkoj. Dhe lidhemi me zemrën tonë. Ndjej vrajtjen e saj. Ndjej vibrimin e saj. Falenderoni për zemrën tuaj. Tani, sillni në vëmendje një problematikë që e keni për momentin, një situatë të ndërtuar, një kontrast që e keni në jetën tuaj. Mirë. Tani, vetëdijshëm ne kalojmë në rolin e krijuesit të vetëdijshëm, duke bërë pyetjet e duhura. Le t'ia drejtojmë tani universit, Zotit të plotfuqishëm, krijuesit të gjithësisë, pyetjen: cila është zgjidhja për situatën time konkrete? Cilët janë mënyrat dhe mjetet që më duhen për ta zgjidhur këtë situatë? Çfarë hapash duhet të marr për ta zgjidhur këtë situatë? Lëshoje këtë pyetje tani dhe nuk është më në dorën tënde të kapesh mbas tyre. Në dorën tënde është të qëndrosh e fokusuar dhe me besim tek zgjidhjet. Zgjidhjet janë rrugës për të ardhur tek ty. Tashmë ti ke krijuar, ti ke hapur rrugë të reja nervore për t'i gjetur këtë zgjidhje. Me ngadalë, ndjej tani në shenjë falenderimi një energji të pastër, një dritë të shndritshme në ngjyrë të artë, teksa futet nga çakra koror në kokën tënde. Ndjej si kjo dritë fillon të fillojë mendjen tënde, ta qartësojë edhe më shumë. Ndjej si kjo dritë pastron dhe fillon mendjen tënde. Me qenë e qetë, e relaksuar, e fokusuar tek zgjidhjet e problematikave. Tani, ndjej edhe më shumë të gjithë kokën tënde, të mbuluar, të ndriçuar nga kjo dritë e artë. Thjesht lëshoj, lejoje të ndodhë. Të duhet ta vizualizosh me tërë qenien tënde
se si çdo qelizje e sistemit nervor tani rikuperohet, rigjenerohet komplet, duke ristartuar mendjen tënde më e kthjellët, më e qetë, më e qartë se më parë. Lëre të përhapet tani qendrimi, nxirr trupin tënd, duke të mbushur me të ndjenjë qartësie, të ndjenjë qetësie, relaksi.